Në zemër të krajinës së Hasit, në hijen e maleve të larta që lidhen me pashtrikun, shtrihet fshati Vlahën. Një vend i vogël në përmasa, por i madh në histori e krenari. Fshati gjendet rreth 850 metra mbi nivelin e detit dhe dikur ka qenë ndër më të gjallët në këtë anë. Sot, për shkak të migrimit të shumt, në fshat jetojnë rreth 200 deri në 250 banorë rezident. Megjithse shumë familje e kanë lëshuar vendgjingjen, zemra e Vlahën rre fort për Hasin dhe për shqiptarin. Banorët që kanë mbetur janë njerëz punëtore të përkushtuar që mbajnë gjallë jetën, traditën dhe kujtimin e historisë që ky vend bart. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, Vlahën u bë një nga bazat më të rëndësishme të ushtrisë lirëtare të Kosovës. Në shtëpitë e këtij fshati u strehuan luftëtar, u ruajtën pajisje dhe organizuan aksionet që lidhnin zonën e Hasit me atë të pashtrikut. Banorët e fshatit hapën dyert e tyre për çdo ushtar, ndanë bukën e pakët, rrobat e trupit dhe zemrën e madhe për lirinë e Kosovës. Fshati shërbeu si streje sigurt për të gjithë, për bardhjen e materialeve, si dhe vendi besës shqiptare, aty ku fjala kishte peshë, e liria kishte emër. Në çdo rrugice, çdo gur të këtij fshati, gjendet një copë historie, një dëshmi e gjallë e dashurisë për atdheun dhe sakrificës për liri.